të drogës në Europë, karteli vetëm që administron portin kryesor të vendit, portin e Durrësit. Ndaj dhe në shënimin që i lash Altin Troplinit e informova se sot e tutje nga Dumani do të quajmë Altin Troplin. Kjo për arsye të forta ligjore, sepse ky bashkëpunëtor i kartelit më të rrezikshëm, më të fuqishëm të Europës, mbajti në zyrën e tij 22 ditë vendimin e gjykatës për arrestin e Troplinit, Xhevdet Troplinit, Elvis Doçit apo Poja, sepse Poja në fakt quhet ky kartel droge. Dhe jo vetëm e mbajti 22 ditë, por e çoi për ekzekutim pasi